Renditja e Forbes, Cristiano Ronaldo, sportisti më i paguar në botë. Renditja e 10 sportistëve më të pasur. Cristiano Ronaldo kryeson listën e Forbes të atletëve më të paguar për vitin për të tretin vit radhazi, ndërsa ylli i NBA-t Stephen Curry është ngjitur në vendin e dytë. Revista e biznesit i jashtëm thotë se Ronaldo, i cili ka kryesuar listën 5 herë gjatë karrierës së tij, ka arritur të ardhurat e tij totale të vlerësuara me $15 milion në $275 milion, rreth 206 milion pound. Kjo shifër është e kaluar vetëm nga ish kampioni i botës në boks Floyd Mayweather, i cili fitoi $300 milion në vitin 2015, atëherë 194 milion pound dhe 275 milion dollar në vitin 2018, atëherë 205 milion pound. Sulmuesi portugez Ronaldo, 40 vjeç, u transferua në ligën profesionale saudite fitimprurse me Al Nassr në dhjetor 2022 dhe ka gjeneruar të ardhurat më të mëdha përmes miratimeve jashtë fushës dhe marrëveshjeve të sponsorizimit të mbështetura nga ndjekësit e tij në mediat sociale, të cilët aktualisht arrin në 939 milion. Mbrojtësi i Golden State Varios Curry, i cili u bë lojtari i parë i NBA-t që arriti 4.000 gjuajtje për 3 pikë në karrierën e tij në mars, ngjitet në vendin e dytë pasi fitoi $156 milion, rreth 117 milion pound. Boksieri britanik Tyson Fury u ngjit në vendin e tretë me $146 milion, rreth 109 milion pound, pavarësisht humbjes së titujve të botës në peshën e rëndë ndaj ukrainasit Oleksandr Usyk në dhjetor. Ai ishte përfaqësuesi një shfaqje televizive, reality show në Netflix dhe një partneriteti me turizmi malazez. Rivali i hershëm i Ronaldos, Lionel Messi, ka mbetur edhe më prapa portugezëve pasi ka rënë nga vendi i tretë në të pestin